Mirë mbroma Rovena, mirë se erdhe në emisionin Zhurma. Mirë mbroma, mirë se ju gjeta. Faleminderit që ke pranuar ftesën së parë. Faleminderit juve. Si po kalon në Kosovë, kur ke ardhur? Po kam 1-2 ditë që kam ardhur edhe shkaku kësaj radhe është që dua të promovoj sa më shpejt albumin tim Lume Lum. Albumi që ka dalë në treg ka disa kohë, vetëm që unë kësaj radhe kam realizuar spotin tim me titull Burtë martuar dashurova, edhe kjo është një këngë përfaqësuese për albumin Lume Lum. Çka mundeni më na thonë më shumë rreth albumit të ri? Sa këngë ka, kush i ka bërë tekstet? Atëre janë 9 këngë, janë punuar me autorët më të mirë shqiptar, si nga Shkupi, Tirana apo Prishtina. Po veçoj këtu melodinë e bukur të këngës Burtë martuar dashurova, që e ka kompozuar motra ime Elisa dhe Shpat Kasapi në bashkëpunim, dhe tekstin e ka bërë Avni Çahili. I falenderoj shumë. Këtë këngë kemi dëgjuar edhe në festivalin Chelsea Muzikor 2008. Po, aty ka qenë, dhe më thonë, tamam promovimi i parë i kësaj këngë. Unë me shumë kënaqësi e kam kënduar aty kur isha mysafire ke ju. Dhe publiku t'i pëlqeu shumë, u duke dhat. Po, inshallah i ka pëlqyer, nuk e di, shpresoj që po, domethënë ato e pritën mirë edhe nga reagimet nëpër internet, domethënë, ose në emaila drejt për drejt website-it tim, besoj që ka kritika pozitive shumë, edhe nga fjalët e producentit L&D Company. Por për klipin e ri, në ku e ke bë klipin? Klipi i ri është punuar me Max Production në Shqipëri, dhe është një klip që ka pasur goxha punë për realizimin si në ide ashtu dhe në ide, domethënë realizimin teknik, por mirë, u mbyll mirë, edhe tash shpresojmë për klipe tjera akoma më të bukura. Gjithsesi. Faleminderit. Faleminderit shumë për intervistë. Faleminderit juve, desha të falenderoj special dhe televizionin Ziko që më kanë ndihmuar shumë edhe në prezantimet e mia. Gjithashtu dua të falenderoj Hotel Victory që është pothuajse si shtëpia ime e dytë këtu në Kosovë. Falenderoj shumë.